Shikues të nderuar, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju. Javën e kaluar, Departamenti i Gruas pranë Bashkësisë Islame të Kosovës shënoi 1 shkurtin si ditën botërore të mbulesës islame, ditë kjo që shënohet ndërkombëtarisht me aktivitete nga më të ndryshmet. Për të biseduar në lidhje me aktivitetet më të rëndësishme që ky institucion zgjodhi të shënojë këtë ditë, në studio kemi zonjën Vajgjide Podvorica Bunjaku, udhëheqëse e Departamentit të Gruas pranë Bashkësisë Islame të Kosovës. Mirë se vini, profesorish. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Javën e kaluar ishit mjaft të ngarkuara, kishit mjaft aktivitete të rëndësishme, të dobishme për të gjitha gratë muslimane. Çka mund na thoni për këto aktivitete me të cilat ju e shënuat ditën botërore të mbulesës? Faleminderit edhe një herë. Në fakt, një shkurti është një ngjarje historike që për neve të mbuluarat, cilat jemi, është një ditë, një ngjarje shumë e vlerë, shumë e rëndësishme. Përderisa është në fakt që ngjall vetëdijsim tek opinioni tek popullata. Si rezultat i kësaj ngjarje ka ardhur pas vështirësive, pas pengesave, pas padrejtësive të cilat janë bërë një gruaje muslimane nga New Yorku, e cila përjetoi shumë. Dhe në fakt ajo vendosi që të shënoj një ditë kthese, që të bëhet vetëdijësimi i popullatës të gjithë atyre të cilët e shohin mbulesën si diçka jo të zakonshme, si diçka jo të mirë, si diçka e prapambetur. Në fakt ajo zhvilloi aktivitetin e saj për të vendosur të gjithë ata të cilët janë prezent atë të vendosin mbulesën dhe të ndjehen si për ndjenjë veten e tyre me mbulesë. Solidarizohen. Po, që të solidarizohen fakt me mbulesë dhe të përjetojnë se çka është mbulesa. Përderisa kjo do, domethënë është aq e rëndësishme, filloi domethënë të zhvillohet edhe në vendet e tjera të shtrihen aktivitete të ndryshme, afërsisht dikon 140 vende të botës ku domethënë festohet apo shënohet si ngjarje kjo ditë. Mesin e këtyre vendeve është edhe Kosova, domethënë tash 3 vite apo 4 vite bëhen domethënë aktivitete të ndryshme për vetëdijësimin e popullatës të atyre të cilët nënvlerësojnë gruan, nënzhvlerësojnë gruan, që njëherët ata të vetëdijësohen dhe të kuptojnë se çka është mbulesa, çfarë të drejta duhet të japin atyre, pse një femër e cila është mbuluar për shembull diskriminohet apo edhe shumë gjëra të tjera. Ndër aktivitetet që ne kemi bërë gjatë këtij viti, domethënë me një shkort të cilën e kemi emërtuar edhe java e mbulesës, kemi bërë aktivitete. Do të kemi pas aktivitete gjatë gjithë javës, jo vetëm atë ditë. Jo, kemi pas aktivitete gjatë gjithë javës. Domethënë kemi mbajt me një shkort, kemi mbajt një organizim të cilën e kemi pas të ftuar figura të ndryshme në mesin tonë, mirë po për shkak pandemisë kemi pas numrin paksa të kufizuar, kështu që ka qenë një ditë cilën e kemi mbajt disa fjalime për të drejtat e gruas, për gruan që të integrohet në mesin e shoqërisë, pastaj fjalimi im i cili ka qenë hërës, kemi pas një monolog i cili është interpretuar nga Sumeja Kqiku, të cilën e ka shkruar Marigona Krasniqi. Në fakt, ishte një organizim i mirë dhe ka shkuar gjithçka mirë. Krahas kësajna, kemi zhvilluar edhe aktivitete të tjera, të cilat kemi bërë vizitë tek SOS Fshati, i cili ne shprehem dëshirë që për nder kësaj dite ta vizitojmë këtë qendër dhe t'i shohim fëmijët për së afërmi, ku edhe dhuruam disa dhurata për fëmijët aty të cilët ishin. U mirëpritëm nga stafi. Pastaj kemi zhvilluar edhe aktivitetin tjetër të cilën zonja Leila Feta, e cila ka shpreh gatishmërinë që të shpërndaj 3 palë rroba për të mbuluarat. Në fakt edhe ashtu u realizua dhe vendosi që për nder kësaj dite të i mëdësohet
të zhvilloj një kurs falas, të cilën i dha një nane, cila kishte shpreh dëshirë që të zhvilloj kursin e rrëvaqepsisë. Lila në fakt është një dizajnere, stiliste, cila çdo herë kontribon dhe çdo herë e jep për veten, jep për popullin, jep për ato cilat zakonisht janë edhe të mbuluara që ato të njihen më afër dhe shprehin dhe të jenë të lira që ato të vazhdojnë aktivitetet e tyre. Falenderojmë Lelën shumë, të cilat çdo herë aktivitet na përkrah. Gjithashtu mos të harrojmë edhe vitet e kaluara të cilat kanë bashkëpunuar dhe ato janë edhe butiku Aksa, e cila ka shpërndarë domethënë edhe nga një shami për secilën pjesëmarrëse, të cilën e kishim një konferencë të cilën e kemi mbajtur. Kështu që ka prej atyre që kontribojnë për hatër kësaj dite, vetëm që të bëhet vëdjesimi dhe ndërgjegjësimi e atyre të cilët mendojnë se femra është ajo femra me mbulesë është e tillë që ndoshta nuk i ka të drejtat e plota. Aktivitete mjaft dobishme, sidomos ky i Lelës, e cila ka ofruar atë kursin, përmes të cilit gratë mund të përfitojnë edhe më tej. Të fuqizohen edhe më shumë dhe të hecin përpara, përderisa është e logjikshme që gratë e mbuluara janë ato të cilat mund të korrin sukses, të angazhohen, të avancohen, të hecin përpara. Në fakt harrova edhe ta përmendi që kemi bërë edhe 2 aktivitete të tjera, që kemi bërë 2 vizita tek 2 familje të varfëra, i kemi shpërndarë një ëmbëlsi, disa dhurata, po për shkak privatësisë ato nuk i kemi bërë edhe publike. Profesoresh, le të kthehemi pak te rënjet parimore. E dim se mbulesa është një çështje mjaft e rëndësishme nga ana islame, porositet si me fjalë Zotit, si me hadithe profetike. Çka paraqet mbulesa më saktësisht për një grua muslimane, duke qenë se jeni edhe vetë me profesion teologe? Por duke u kthyer nga bazamenti, nga feja islame, e cila është fe e paqes, fe e përgjithshme për gjithë njerëzimin, edhe duke e parë se kjo fe është e natyrshme me njeriu, me zanafilën e saj ka ardhur edhe mbulesa. Domethënë qysh prej kohës hershme prej njeriu të parë është e obliguar mbulesa. Mirë, po mbulesa si mbulesë të cilën ne e bartmi sot, domethënë shamin të cilën ne e vendosim, në fakt është që 14 shekuj që ka zbrit domethënë në Kur'an, të cilën jemi të obliguara dhe kemi detyrim që të mbulohemi çdo grua dhe çdo vajzë muslimane moshës madhore të vendosë mbulesën. Në fakt është një urdhër që vjen nga Zoti Xheleshanehu dhe se këtë urdhër nuk ka askush të drejtë që ta mohoj. Domethënë është në fakt që femrat me mbulesë atyre duhet të jipen domethënë të drejtat që ajo e ndjen. Në fakt, çka është mbulesa është ajo e cila një femër me mbulesë e ndjen vetëm e shfaq besimin e saj dhe asgjë diçka më tepër. Njerëzit të cilët e shohin një të mbuluar, ata nuk duhet të kenë frikë nga një mbuluar, edhe mos ta shohin atë si lloj rreziku, thjesht është një, domethënë që ajo ka dashur dhe ka ndjej vullnetin dhe dëshirën që të praktikoj në jetën e saj mbulesën, ta kryejë një urdhër të Zotit, të cilën e kemi obligim, dhe kjo është domethënë që rezulton mbi besimin dhe ndjenjat e mia që unë e kam për brenda. Është ajo se që reflekton brendësinë time dhe e cila më jep si një sjellje dinjetoze, një karakter të mirë, jem modeste. Një grua e cila është e mbuluar është modeste, një grua e cila është e mbuluar është domethënë jep nga vetja e saj aq shumë sa që vetëm që ajo të rezulton dhe të ketë edukat të mirëfillt në mesin e shoqërisë dhe të reflektoj ashtu se si është e porositur që të reflektoj në bazë në mbulesës, sepse mbulesa është ajo e cila t'jep një kulturë dhe të tregon karakterin të cilën ti e posedon. Profesoreshe, përmendet edhe ju pak më herët se gratë me mbulesë sa do kudo më njanohen, sikur
ju pamundsohet integrimi i plot në shoqëri. Cilat janë disa nga sfidat më të rëndësishme që ju i keni hasur duke qenë se prini në një institucion i cili për bazë ka çështjet e grave muslimane? Fakt themi që femra me mbulesë, femra në përgjithësi në Kosovë, gratë përgjithësi në Kosovë, dhe më thanë qoftë mbuluar apo qoftë e pambuluar, ta quaj ashtu e kanë fatin e njëjtë. Kanë pa drejtësi të shumta, kanë pa rregullsi, kanë dhe më thanë cilat sakrifikohen edhe diskriminohen në mënyra të ndryshme. Mirë po kur është fjala tek ajo e cila bart mbulesën, themi se ka një stigë pak më shtesë se sa ato të cilat janë të pambuluara. Arsyeja është kuptohet që për shkak mbulesës. Përderisa është kështu, kuptohet që ekziston edhe diskriminimi ndaj asaj që bart mbulesën, dhuna në familje, trashëgimia, e shumë domethënë të çështja e arsimit, cilat pengohen, vajzat cilat janë mbuluara, pengohen nga arsimimi, nga mësimi. Gjitha këto domethënë mund të hasim vështirësi të gjitha gratë. Mirë po, siç e ceka, ato të cilat janë të mbuluara hasin në një vështirësi shtesë, cilat janë këto qoftë që vijnë nga familja apo nga institucioni apo edhe nga shoqëria. Mirë po në fakt ne e dim që këto padrejtësi dhe ky diskriminim nuk duhet të ndodhë në Kosovë, në vendin tonë, përderisa një femër me mbulesë asnjëherë edhe deri më tani nuk ka bërë ndonjë parregullsi, ndonjë rrezik që të ketë frikë apo nuk është ajo e cila nuk ka dëshmuar rezultatin e punës. Në fakt, ajo e cila është mbuluar ka dëshmuar dyfishin që ajo të jetë, domethënë ka dëshmuar dyfishin e punës të cilën ajo ka marrë përgjegjësi. Vetëm që të arrijë dhe të thyhen ato stereotipe dhe paragjykimet që gratë mbuluara mund të jenë të shtypura dhe të paditura. Në fakt, ky term nuk duhet të ekzistojë në mesin tonë, përderisa ne sot kemi fakte të gjalla ku kemi shumë prej atyre të cilat janë të arsimuara doktoresha të profesioneve të ndryshme dhe punojnë me shumë vullnet dhe dinjitet. Në shoqëri. Po, dhe punojnë domethënë me shumë vullnet dhe dinjitet dhe japin veten edhe dëshmojnë veten. Kështu që thjesht mbulesa është ajo e cila është e drejtë e saj, liria e saj, që ajo e ka zgjedhë që të praktikojnë në jetën e saj të përditshme. Andaj ne i propozojmë të gjithë ata të cilat bëjnë pengesa për shkak të mbulesës të lexojnë më shumë, të kuptojnë më shumë, mos t'i marrin nga njerëzit të cilët ju vijnë ndonjë lajm i cili nuk është i mirë. Atëherë të analizojnë atë gjë, të kuptojnë realitetin dhe të jetë domethënë ajo e cila ne duhet të kemi dyrë të hapura në mesin tonë, në shoqërinë tonë, në familjet tona, në punët tona, në shkollat tona. Profesori, duke qenë se gratë me mbulesë apo marrin funksione të ndryshme në shoqëri dhe nuk po përjashtohen, a do të thotë kjo se ka ndryshuar fakt mentaliteti, ka ndryshuar ajo mendësia e përgjithshme në popull që femrat me mbulesë, gratë me mbulesë duhet të qëndrojnë vetëm në shtëpi? Në rregull, shumë është normale që ai i cili dëshiron të kuptojë, do të kuptojë. Mirë po ata të cilët nuk dëshirojnë të kuptojnë realitetin dhe të vërtetën, fakt do të mbeten në ato informata dhe atë dituri të mangët të cilët e posedojnë. Sot një femër me mbulesë edhe nuk është e detyruar që të mbetet vetëm e mbyllur në shtëpi, përderisa vetë nga fakti i mbulesës është që na tregon neve që ne jemi të lira, të hapura, e kemi drejtë tonë të dalim edhe të kontribuojmë në shoqëri. Kështu që gratë me mbulesë për fat të mirë janë duke rezultuar rezultate pozitive dhe aktivitete të cilat ato zhvillojnë jetën e tyre të përditshme në shoqëri të fushave të ndryshme. Gjithë ata të cilët mendojnë në zhvlerësimin e asaj e cila bart mbulesën është në fakt nga padituritë e tyre.
Ndoshta nuk kanë provuar që të testojnë apo të shohin edhe kontributin e atyre të cilat e dhënë. Mirë po ne ju bëjmë thirrje që të provojnë, që të tentojnë, të kuptojnë angazhimin e asaj e cila bart mbulesën, sepse me të vërtet ajo është ajo e cila, domethënë e njëjta si ka qenë para mbulesës, ashtu është edhe pasi që ka vendu mbulesën, thjesht vetëm se ka një plus që e ka bën një më modestë, e ka një domethënë një rezultat, një besim të brendshëm, një edukat, një dinjitet. Mirë po, është shumë rëndësi që ata të cilët zhvlerësojnë gruan e cila bart mbulesën, të analizojnë, të gjykojnë, të marrin hapa të më të tjeshëm për të realizuar ato se edhe në fakt edhe mos të ju bëhet pa drejtësia atyre të cilat janë me mbulesë, vetëm se e bartin mbulesën, sepse ajo dëshmon shumë, është një grua e zonjë, punon shumë, jep nga vetja shumë, kështu që nuk ka diçka për të iksojna, nuk ka njerëzit pse të frigohen apo të ndjejnë ato si lloj të rrezikshme. Besoj se këtë do ta kishit shfrytzuar edhe si mesazh për fund apo jo? Po, domethënë është ajo e cila që gratë e mbuluara mos të jenë të diskriminuara. Gratë e mbuluara të jenë ato vetë të zojat, mos të dëshpërohen nga aplikimet të ndryshme të cilat e bëjnë edhe diskriminohen, kështu që ato të jenë ballhapura, të kenë një vullnet të plotë, sepse ato vetë do të dëshmojnë punët e tyre, do të korren sukses në jetën e tyre, sepse dita ditës po shtohet edhe numri i atyre të cilat janë me mbulesë. Ne brenda vitit kemi me dhjetra të cilat mbulohen për shkak që e kuptojnë realitetin e mbulesës, atëherë nëse vije deri te pengimi i asaj që gratë e mbuluara të ndalohen qoftë nga arsimimi, qoftë nga punësimi, atëherë në të ardhmen do të kemi një kaos, bajagi të madh, sepse numri është dita ditës duke u shtuar, duke u rritur, andaj që ne kërkojmë që të jenë dyrë të hapura kudo që ato konkurrojnë edhe dëshirojnë që të avancohen e të shkollohen. Urojmë që në të ardhmen të kemi sa më pak parregullsi, sa më pak diskriminim, qoftë në dukem, qoftë në punëse me gjëra tjera. Urojmë që të jemi të tillë, edhe njerëzit në qoftë se nuk i shohin për shembull gjanat nga sytë, atëherë nuk e shohin, nuk e dinë edhe esencën e një gjëje. Atëherë të kuptojnë, të lexojnë më shumë, të avancohen, të shohin se ajo e cila është e mbuluar e ka vetëm një dëshirë që ajo të korrë sa më shumë sukses, të jep domethënë këtij vendi punë edhe rezultat sa më shumë, dhe asgjë më shumë nga një femër e mbuluar nuk kërkohet që ajo të mos angazhohet. Patjetër. Profesore, faleminderit shumë që ishit prezente në emisionin tonë. Mendeqofshi, faleminderit edhe për juve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Deri në takimin e radhës, selam aleikum.